Por në fakt, çrregullimi depresiv është një gjendje e një humori shumë të rënd, i cili e kufizon kaq shumë personin, ul iniciativën, motivimin, energjitë, qoftë mendore, qoftë fizike. Në forma më të rënda përfshin edhe mendime dhe ide që kanë lidhje me këtë humor të rënd dhe ndërhyn kaq shumë në mirë funksionimin e individit sa ndonjëherë ai heq dorë nga aktiviteti i përditshëm dhe në komplikacionin më të rënd heq dorë dhe nga jeta. Kështu që fjala depresion e përdorur në të përditshmen kam përshtypjen që i referohet më shumë gjendjeve emocionale me shumë ngarkesë dhe një sjelljeje që pason këto gjendje emocionale dhe që ne shpeshherë e etiketojmë me fjalën depresion.